Ne taku me zonjën Osmani, me që po thoni po punoni për rikthimin e saj, ose për afimin me të. Në këtë pikë pas largimit të saj për zyres së presidentit. Është takuar me Vjosën, jemi miq, dhe jemi mirë. Cilat janë kushtet për rikthimin e saj në LDK? S'ka kushte, bashkimi s'kërkon kushte, kërkon afrim, koordinim të mbarë, qendret së armës, një alternativë serioze për vendin, diçka që është më konkrete, që s'krijon kriza të vazhdueshme, por që punon për qytetarët. Bo shumë kohë gjatë që po flasim për politike, për politikanë, për pozitave. Era është shumë gjatë, është kriza e jashtëzakonshme, është e panevojshme, është e dhëmshme që po vijmë në situatë të tillë. Krijojmë zgjedhje, kriza të vazhdueshme në vend se të flasim për politikë aq të rëndësishme të domosdoshme për qytetarët e Kosovës. Ndjej keq qartë që s'mund të bëjmë më tepër, besoj që kemi bërë mjaft në këtë drejtim, kemi qenë konstruktiv. Dhe natyrisht një pjesë madhe diskutimeve do të ruajmë në diskrecion tonë, sepse kështu e kërkon korrektësia operuese. Në zgjedhjet e ardhshme mundemi me pa Vjosa Osmanin tu garu për presidente, ta zë me juve si bartësi listës. Se s'po thirr Vjosën në marrë intervistë. Po me që jeni këto. LDK-ja për riktimin e zonës Shumë është unike, LDK është unike. Tani unike dhe totalitare ka dy kuptime. Me një parti demokratike, po përrojmë si demokraci, përrojmë unike në qëndrimet tona, sepse respektojmë vendimin. Zotja Abdixhiku, a përmend pas 5 marsit zonja Osmani si kandidate për presidente, apo nuk ka qenë fare në Jo, nuk ka qenë fare. Zotja Abdixhiku do takoheni me zotin Kurti për këtë çështje? Jo, u takuam që mos takohemi, më dhe s'kemi pse takohemi, sepse ja vazhdon 53 ditë patëm zgjidhje, prapë takohem edhe një të flasim për presidentin vendosis. Nuk ka kuptim, pra edhe një herë të them efektivisht për këtë moment LDK-ja e konsideron të mbyllur këtë çështje. Ju falenderoj gjithëve për këtë vëmendje.